Soj përket përparim Romës është kryetar i kryeqytetit. Kryetar të kryeqytetit e ka kandidu pikërisht zotëri Lumir Abdigjiku, kur në atë ku përparim Roma ka qenë dorën zemër i panjohur në Prishtinë. Me ndihmën e Lidhjes Demokratike të Kosovës është zgjedh kryetar i kryeqytetit edhe në vitin 2021 edhe në vitin 2025. Me ndihmën e LDK-s i ka rifitu zgjedhjet në vitin 2025. Unë personalisht kam shpërndo programe të përparim Romës gjatë fushatës zgjedhore derë më derë bashkë me aktivistët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. E cili është sot raporti i kësaj Lidhje Demokratike të Kosovës në përparim Rome? Pastaj mas krejt mundit që e kemi bo si Lidhje Demokratike e Kosovës, që e kam bo të gjithë Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK-ja me i post 3 drejtori barabar, so i ko AK-ja e 8 me i post PDK-ja, për LDK-n është e papranueshme për arsyet që mendojmë që kontributi ju në fiturën e përparim Romës ka qenë jashtëzakonisht i madh, jo jashtëzakonisht i madh, mirë po mendoj që ka qenë kryesori për fitimin e zotrit Roma në krye të Prishtinës, sa i përket idesë me qenë kryetar i LDK-s, fillimisht në statutin e LDK-s shkruhet qartë për me qenë fillimisht dush me qenë antar i LDK-s, pastaj dush me qenë edhe delegat